Qeveria shqiptare vijon t'ia prioritet paketës së maleve, për të cilën kryeministri Edi Rama ka vlerësimet maksimale, duke e cilësuar si një prej mundësive të mira për të zhvilluar këto territore për pronarët që posedojnë tokat dhe banesa të vjetra, por që nuk disponojnë dokumentacion. Vetëm 2 ditë pas vizitës së tij në zonën e Thethit, qeveria në mbledhjen e fundit ka miratuar me vendimin numër 714 shpalljen e disa zonave me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore në Bashkinë e Shkodrës, duke zgjeruar hartën e këtyre zonave që përfitojnë nga masa e paketës së maleve. Vendimi në fjalë për paketën e maleve synon të nxjisë zhvillimin ekonomik, investimet dhe fuqizimin e komuniteteve në zonat malore dhe me ndryshimet e miratuara, listës ekzistuese i shtohen edhe 4 zona të reja me përparësi. Zona numër 6 në njësinë administrative të Shalës përfshin fshatrat Ndërlysaj, Lekaj, Gimaj, Nën Mavriq, Nicaj Sha, Labat, Pecaj, Vuksanaj dhe Lotaj, me një sipërfaqe prej 4667 hektarësh. Zona numër 7 në njësinë administrative të Shoshit, që përfshin fshatrat Ndreaj, Nikaj Shosh, Palaj, Pepsumaj dhe Brasht, me një sipërfaqe prej 4458 hektarësh. Zona numër 8 në njësinë administrative të Pultit, që përfshin fshatrat Pog, Kir, Gjuraj, Plan, Xhan, Bruçaj dhe Mgull, me një sipërfaqe prej 11080 hektarësh, dhe zona numër 9 në njësinë administrative të Posribës, që përfshin fshatrat e Drishtit, Urës së Shtrenjtë, të Domenit dhe Prekalit, me një sipërfaqe prej 3183 hektarësh. Vendimi parashikon gjithashtu shtimin e hartave treguese për këto 4 zona në sistemin e KRXH-s, të cilat bëhen pjesë përbërëse e vendimit. Tashmë për zbatimin e këtij vendimit kaluar në Këshillin e Ministrave janë të ngarkuara Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Bashkia e Shkodrës. Me shtimin e këtyre 4 zonave, territori i qarkut të Shkodrës bëhet ndër territoret më të mëdha në të gjithë vendin që përfiton nga paketa e maleve, duke zgjeruar hartën e tij dhe duke e shtrirë në thuajse pjesën më të madhe të Alpeve.